Çfarë po ndodh realisht? Cilat janë detajet në fakt që na flasin për marrëveshjen, por gjithashtu edhe për atë që do të përcaktohet mbas telefonatës së Trump me Putin? Për këtë, por jo vetëm, kam kënaqësinë të kem në studio zotin Artur Meshollari. Zoti Meshollari, faleminderit që erdhe. Faleminderit për ftesën. Raundi parë bisedimesh, një raundi 2, tensionet Trump-Zelenski. Zelenski kthehet sërish drejt Trump, drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, mbas asaj që e pa gjithë bota në shtëpinë e bardhë. Tashmë telefonata, biseda e drejt për drejt Trump-Putin duket se shtyhet nga dita në ditë. Sot është parashikuar që të ndodh. Në gjykimin tënd, duke kthyer kokën pas, duke vënë re detaje, por edhe duke lexuar në rreshta, çfarë kanë në tryez Trump dhe Putin? Aktualisht në tryez sot që flasim nuk është më plani paqes, por është armëpushimi, të cilët janë dy gjëra të ndryshme. Armëpushimi është karakterit ushtarak, i cili do të thotë ngrihen veprimet ushtarake për një farë kohe dhe nuk ka kushte të tjera, por mund të bëhet për arsye diplomatike apo humanitare, pra ka shumë arsye. Një nga arsyet që kërkohet të armëpushimi për një muaj ishte që t'i lejë hapësirë diplomacisë të veproje, pa u shqetësuar nga sulmet e ndërsjellta. Nga tensioni, po. Nga tensioni, dhe kjo i jep mundësi frymarrje diplomacisë që të funksionojë. Ukraina ka pranuar pa kushte armëpushimin. Kurse Rusia kuptohet ka vendosur kushte. Dhe pikërisht kjo telefonat vjen në këtë moment që Rusia nuk e ka hedhur poshtë, nuk e ka pranuar në parim, por ka vendosur kushte. Dhe telefonata vjen në një moment tepër delikat, sepse në fakt gjithë bota ka mbajtur frymën çfarë do bisedoj Trump dhe Putin. Në fakt Putin është i qartë. Çështja është cila do të jetë, çfarë do bisedoj, ose cili do të jetë konkluzioni. Në fundit një gjë është ajo që e ndan marrëveshjen, ose që do të sjelli armëpushimin ose jo. Fati i territoreve, i 20% të territoreve. Këtu luhet fati i marrëveshjes. Në rast se presidenti Trump do të bjerë dakord me Putinin për çështjen e territoreve, atëre do të, përsëri nuk do të kemi një marrëveshje. Sepse në fakt pa Ukrainën nuk mund të ketë marrëveshje. Po me territore të pushtuara prapë s'ka marrëveshje. Putin nuk mund të pranojë marrëveshjen pa njohur territoret. Pra jemi palët përsëri qëndrojnë larg arritjes së marrëveshjes. Gjithsesi, këtë e deklaroi dhe presidenti Trump dje në intervistën që bëri në Air Force One, që do të bisedojmë për tokat. Pra do të bisedojmë dhe për territoret. Ajo anonsimi që bët juve për çështjen e Krimes, që po diskutohet, është e vështirë të bëhet. Sepse në fakt që të njohësh Krimen Rusisë, duhet të hedhësh poshtë protokollin e Budapestit, të vitit 1994. Por një nga aktorit që ka firmosur, pra përveç Rusisë, Ukrainës dhe Shtetet Bashkuara, është edhe Franca dhe Gjermania. Mos harrojmë, Franca është antar e Këshillit të Sigurimit me të drejtë vetoje. Pra që të kalojë një njohje e tillë në favor të Rusisë, duhet të kalojë në Këshillin e Sigurimit. Pavarësisht se vendimi përfundimtar i takon Asamblesë Përgjithshme, në përgjithësi njohjet e territoreve, integriteti territorial apo njohja e shteteve kalojnë nëpërmjet Këshillit të Sigurimit në procedurë, pastaj kalojnë në Asamblenë Përgjithshme. Dhe kuptohet që mjafton vetma e Francës dhe historia mbyllet. Pra nuk njihet, sepse duhet të rrëzohet protokolli i Budapestit, gjë që është e pamundur. E fut me kas në ekuacion Krimen Trump apo nuk ka lidhje? Është një variant për të krijuar një lloj, shiko, duhet të kuptojmë. Deri tani kemi një kaos në mënyrën se si presidenti Trump i afrohet proces. Sepse në fakt, duke vjen nga mosnjoja, apo është strategji e kaosit për të krijuar një lloj, domethënë, për të dhënë mesazhin që ja unë po kërkoj të arri paqen, pra i jep mundësinë, pasi në fakt deri tani një gjë kemi të qartë, që ka një lloj dakordësie që ka tentativë për paqe.
por në fakt se ka strategji paqe apo jo, kjo nuk vihet në diskutim, por nuk ka strategji paqe. Ka kaos deklaratash në lidhje me, për shembull, një deklarata më e papërgjegjshme që është që Ukraina nisi luftën. Nuk ka njeri në botë që të diskutoj, biles dhe Kina dhe India që janë partner ekonomik shumë të fuqishëm të Rusisë, ka njohur integritetin territorial të Ukrainës, pra e kanë konsideruar 22 shkurtin të vitit 24 shkurtin e vitit 22 si një agresion. Pra këtu i paprovokuar. I paprovokuar dhe këtu nuk ka diskutime, domethënë, por deklarata që Ukraina hapi luftën ose nisi luftën apo njohja e territoreve për Rusin, pra këto janë deklarata të cilat në fakt nuk kanë çuar, po çka ka ndodhur? Rusia e ka ngritur stekën për shkak të këtyre deklaratave të presidentit Trump. 20% që territorit, mos antarësimi i Ukrainës në NATO. Zelenski diktator. Zelenski diktator, Ukraina ka nisur luftën, Zelenski duhet largohet, pra nuk është aktor. Dhe gjithë kjo i ngriti stekën Rusisë, duke menduar që dhe me të drejtë që presidenti Trump është në favor të Rusisë. Ngriti stekën Rusisë, pa ma e ulin gjumë Trump edhe Shëban. Pikërisht, tani do vim tek pyetja, sepse në fakt çfarë edhe kjo solli dhe debati në Shtëpinë e Bardhë midis Trump dhe Zelenskit, pavarësisht. Sot Zelenski është në kota të tjera mbështetje. Opozitën e ka me vete, po kotat e duhet ishte ndryshe, duhet ishte ndryshme. Kjo erdhi mbas bisedës, amerikanëve me opozitën. Sepse Trump, presidenti Trump tentoi të ndërhyrë të opozita për të bërë zgjedhjet parakoshme, ata nuk pranuan që të bëhen zgjedhjet parakoshme. Natyrisht, askush nuk pranon të hyjë kumarit në marrëdhënie me Trump, me presidentin Trump sot në lidhje me Ukrainën. Sot, kurse Zelenski ka një pozicion të qëndrueshëm. Dhe në këtë moment vijnë oferta